Dita e 20. Ai e zbrazi veten. Kini në veten tuaj, po atë mendje që ishte edhe në Jezu Krishtin, i cili, edhe pse ishte në trajt Perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku të mbahej fort për të qenë barabar me Perëndin, por e zbrazi veten e tij, duke marrë trajt shërbëtori, e u bë i ngjashëm me njerëzit. Filipianëve 2, 5-7. Jezusi është përjetësisht, me të vërtet dhe plotësisht Perëndi. Shkëlqimi i lavdisë së tij dhe vula e qenies së tij. Trajta e Perëndisë, e plot dhe e përsosur që nga përjetësia. Ky realitet e bën edhe më të jashtëzakonshme atë që shkruan Pali këtu te Filipianëve 2. Jezusi, ky bir hyjnor i Perëndisë që para mishërimit të tij, nuk e çmoi si një gjë ku të mbahej fort për të qenë barabar me Perëndin, por e zbrazi veten e tij. Me fjalë të tjera, në vend që të mbahej fort pas lavdisë së tij të pandërprer, ai zgjodhi që ta linte atë më njan dhe, megjithse nuk ishte i detyruar ta bënte këtë, ai erdhi në botën tonë të rënë e të pashpresë dhe bëri këtë për llogarinë tonë. Ai e zbrazi veten, duke u bërë shërbëtor i krijimit të tij. Shenja e Krishtit fëmia të Krishtlindje të parë nuk ishte një karrocë, por një grazhd. Nuk ishte një skeptër, por një stall. Ai u bë po aq shërbëtor toksor sa kishte qenë dhe vazhdon të jetë një sovran qiellor. Me paraqitjen e tij, ai nuk ishte gjë tjetër veç se një njeri i thjeshtë. Çfarë do të thotë dhe çfarë nuk do të thotë, të thuar se Jezusi e zbrazi veten? E po, kjo nuk mund të nënkuptoj se Jezusi pushoi se qeni Perëndi, ose që hoqi dorë nga disa prej atributeve të tij hyjnore, sepse në Ungjillin sipas Mateut, vetë Mateu na thot se lindja e Jezusit ndodhi që të përmbushej ajo që u tha prej Zotit, me anë të profetit, duke thënë: Ja, virgjëresha do të mbetet shtatzën, e do të lindë një djalë, dhe do t'i vënë emrin Emanuel, që do të thotë Perëndia me ne. Edhe pse ai e zbrazi veten, Jezusi ishte ende 100% Perëndia me ne. Ai nuk ishte dikush që dukej sikur ishte Perëndia me ne. Ai në fakt ishte Perëndia me ne. Prandaj, çfarë do të thotë Pali? E zbrazi veten nuk është fundi i fjalisë dhe dy fjalët vijuese përshkruajnë një aspekt tjetër të njëjtit veprim. Jezusi e zbrazi veten e tij duke marrë. Zbrazja dhe marrja janë të lidhura. Alec Motieri, i cili ishte një studiues i mrekullueshëm dhe një mik i mirë i imi, sugjeroi një herë se është më e dobishme të pyesësh në çfarë e zbrazi ai veten, sesa nga çfarë e zbrazi ai veten. Ta shtrosh pyetjen në atë mënyrë, së pari, na mundëson të kuptojmë se ishte ajo që Zoti Jezus mori mbi vete. Ajo që e përuli atë, jo ajo që ai e la më njan. Ai e zbrazi veten, duke marrë mbi vete natyrën njerëzore. Tani askush nga ne nuk e njeh mendjen e Perëndisë dhe nuk ka asnjë ilustrim apo analogji që mund të na ndihmojë për të kuptuar atë që ka bërë ai. Por ja, mendoni për këtë. Po të ishe Perëndi dhe të dilje përmes kanalit të lindjes natyrale, të lindje ashtu si lindi Jezusi, të jetoje si i dëbuar, të vdisje si i huaj, të duroje abuzimin dhe mallkimin përfundimtar të ligjit, kjo tingëllon me të vërtetë si të bëhesh asgjë. Jezusi hëngri, piu, punoi, fjeti dhe pushoi, njësoj si gjithë të tjerët. Megjithatë, edhe pse ishte i ngjashëm me njerëzit, ai nuk ishte thjesht ai që dukej se ishte. Kishte diçka më shumë rreth tij. Ai e vërtetoi natyrën e tij njerëzore që nga lindja e deri në vdekjen e tij. Por ai gjithashtu e vërtetoi hyjninë e tij gjatë së njëjtës jete. Mendoni për mënyrën se si ai mund t'i kontrollonte erën dhe valët me fjalën e tij. Mendoni se si ai i ktheu sërish në jetë të vdekurit. Në zemër të Krishtlindjes qëndron e vërteta se Jezusi është plotësisht Perëndi dhe plotësisht njeri.
Prandaj, ne duhet të shmangim dy rreziqe që një lloj të barabarta dhe të kundërta. Disa prej nesh janë në rrezik që ta hynizojnë aq shumë Krishtin, saqë nuk kanë fare një Krisht njerëzor. Të tjerë janë kaq të trazuar nga natyra e tij njerëzore, saqë mund t'u shpëtojnë nga syt hyjnia e tij. Megjithatë, shkrimet i mbajnë të dyja këto në ekuilibër të përsosur. Ndërkohë që edhe ne bëjmë të njëjtën gjë, mrekullohemi me këtë Perëndi, i cili u bë asgjë, duke u bërë një krijesë, duke marrë një trup njerëzor. Kur teologu i madh i shekullit të 5, Agustini i Hippos u pyet, cilat janë parimet qendrore të jetës së krishterë, ai u përgjigj dhe po e parafrazoj disi. E para është përulësia, e dyta është përulësia dhe e treta është përulësia. Në zemër të Filipianëve 2 qëndron një thirrje për përulësi. Apostulli Paul na drejton te Krishti që mori një trup njerëzor si kulmi i përulësisë dhe më pas ai në thelb thot: qëndrimi juaj duhet të jetë qëndrimi i Krishtlindjes. Jezusi nuk ju afrua mishërimin duke pyetur: çfarë fitoj unë këtu? Dhe as çfarë ka nevojë këta njerëz që unë të bëj për ta? Ai ju afrua mishërimi duke thënë: për shkak se ata kanë kaq shumë rëndësi për mua, unë do të jetoj sikur nuk kam rëndësi. Unë do ta jap jetën time për ta. Ai që qe dikush, u bë askush, që ne që jemi askush, në Krishtin të bëhemi dikush. Jezusi nuk duhet të jetë kurrë më pak se shpëtimtari ynë, por ai është gjithashtu shembulli ynë. Çka i duhet kishës, çka i duhet kësaj bote, nuk është që ne të përpiqemi për të qenë dikush, por që ne të përqafojmë të qenët askush, që ta kryqëzojmë egon ton dhe ta gjejmë identitetin ton të ri vetëm në Krishtin. Ky është Perëndia ynë, Perëndia që u bë shërbëtor për hir të tjerëve. Jemi thirrur të mrekullohemi nga kjo e vërtetë dhe pastaj të bëjmë të njëjtën gjë. Për reflektim, a priresh që të përqendrohesh shumë pak te hyjnia e Jezusit apo te natyra e tij njerëzore? Çfarë ndryshimi mund të sjellë një fokus më i madh në marrëdhënien tënde me të? Si do t'i jap trajt leximi i sotëm mënyrës se si e sheh shërbimin ndaj të tjerëve? Në qytetin e Davidit, që një stallë thjesht baktish, një vuri në një grar si shtrat për të. Nën e dashur Maria, Krishti Jezus fëmia, se nga qeli ai zbriti që është Zot dhe Perëndi. Ju bë një stallë, krash dhe kash një djep i dhan, mes të varfrish zemër but, shpëtimtar i shenjtë ul. Më në fund do të shohim Krishtin, dashurin që na shpengoi. Fosh një dashur zemër butë, është vetë Zoti ynë në qell. Të gjithë bitet i drejton, që të shkojnë ku vetë ai shkoi. Jo më natë stallë të mjerë, ku qëndroj në bagëtit, do ta shoh